Sot, mes dy jetëve, do kem derin dhe kënaqësinë të kem Eldën. Përpos që bikesha ime e zemrës, është dhe një nga femrat që ka arritur të realizoj çdo ëndër dhe të kaloj çdo vështirësi që mund të hasi një individ, që nga cikli i studimeve, au pair dhe gjithashtu mund t'tregoj se sa shpejt duke besuar në ëndra mund të arrish shkallët e suksesit edhe në marrëdhënien e punës. Dhe gjithashtu do flasim edhe pak për paragjykimet për dashurinë dhe kulturat e huaja. Elda, kush është Elda për ato që ty nuk të njohin? Unë jam një vajzë 28 vjeçare që para 6 vitesh është shpërngulur e vetme drejt Gjermanisë, por këtë eksperiencën mes dy jetësh e kam pasur që në fillimin e jetës time. Në fakt, me origjinë jam nga Dibra, shumë e vogël jam shpërngulur në Durrës me familjen dhe nuk kam qenë asnjëherë dibrane për ata nga Dibra dhe dursake për ata nga Durrësi, kam qenë diçka shumë e mesme dhe të njëjtën ndjesi e kam dhe tani pas kaq vitesh në Gjermani. Si lindi ideja për të ardhur në Gjermani dhe si ishin hapat e parë të emigrimit për ty? Ideja ka lindur shumë e vogël, në fakt, me ato ëndrat e një fëmije të vogël, kam qenë një fanse shumë e madhe e futbollit, e më saktë skuadrës gjermane, nacionale. Në fillim ishte kjo ideja për të ardhur në Gjermani. Pastaj nisën me ato problematikat që çdo i ri has në Shqipëri, probleme me vendet e punës, vështirësi si një femër për sigurinë kur ecën natën rrugëve, kur kthehesh vonë nga puna, pikpyetje për të ardhmen kur do vinte më vonë dhe një fëmijë, dhe kjo ishte edhe arsyeja që vendosa për të pikërisht. Unë Eldën e mbaj mend gjithmonë si vajza që bënte gjithmonë tifo për Gjermaninë, Gjermania për ne, si në pamje, si në karakter, dhe që e dashuronte kulturën dhe shoqërinë. A ishte e lehtë për ty përshtatja në hapat e parë, sepse ti ke ardhur si studente e gjuhës, pra praktikisht, dhe sa shpejt dhe sa shumë të ndihmoi ky rrugtim për të përshtatur më tej? Ishte një ndihmë goxha e madhe, të them të drejtën, sepse për mendimin tim, mënyra më e mirë se si mund të integrohesh në një vend është të mësosh gjuhën. Disa elemente bazë i kisha të gjuhës që nga Shqipëria, sepse kisha nisur kurset atje. Kurset që bëhen në Shqipëri me kurset që bëhen në Gjermani nuk kanë fare të krahasuar, janë informacione shumë të pakta, por gjithsesi më ndihmuan që të futesha në atë rrjedhën e gjuhës gjermane. Kursi gjermanishtes gjithashtu më ndihmoi që të kuptoja më shumë kulturën, të kuptoja se si gjermanët i thonë gjëra dhe pse i thonë në atë mënyrë, të kuptoja edhe atë sarkazmën, pak dhe atë humorin e ftohtë që kanë. Kjo më ndihmoi shumë. Në fillim më dukeshte çdo gjë shumë bukur, si ai fëmia e vogël që më në fund mori ata kullorën ose karamelen që donte, por pastaj vështirësitë erdhën me kalimin e kohës. Më pas, next për ty ishte au pair. Pra një eksperiencë që ndoshta disa shumë të rinj e zgjedhin. Si ishte për ty dhe cilat janë kritikat, le të themi, ndaj kësaj eksperience? Kur kujtoj situatën në Gjermani, këto 6 vite, jetën që kam pasur këtu, nëse do mendoja për një situatë ose një periudhë shumë të keqe të jetës time, në Gjermani do ishte pikërisht si au pair, do të të drejtën. Nuk e di nëse është vetë programi që të bën që të kesh fatkeqësisht disfavore, ose ndoshta ishte edhe disavantazh që po punoja për një familje shqiptare. Në fillim, kur mu ofrua si punë, më thanë që do kujdesesh për fëmijët, do bësh tek tuk ndonjë punë të vogël, do kesh kohën tënde të lirë, do jetë diçka shumë e thjeshtë, më prezantua, dhe duke qenë se personat i kisha dhe të afërm, domethënë familjar të njohur, mendova çdo gjë do shkojë shumë mirë. Ishte koha e Covidit, ku ka më mirë se sa ta kalosh pranë personave që i nje. U shpërngula nga Ese në München. Vendimi më i gabuar që ke marrë, se la le vetëm. Mund të them që është me të vërtetë mendimi më i gabuar, por në njëjtën kohë edhe më i saktë, më i miri që më ka ndodhur. Por problemi ishte që çdo gjë që mu paraqit në fillim nuk ishte ashtu. Kur shkova atje, fëmijët ishin mësuar me ato tekat e veta, nuk ishte probleme, kalimin e kohës u mësuan edhe pak tekat. Më pranuan edhe ata mua vetë, por problemi ishte tek sjellja e prindërve. Ato punët e pakta që ishin përshkruar në fillim u kthyen në pastruese gjatë gjithë kohës, sikur pra një shfrytëzim. Një shfrytëzim total. Më ishte thënë që do kishte ushqim dhe ushqimi ishte sallam me feta, djath me feta dhe buk aty.
Më ishte thënë që do kisha kohë të lirë, puna ime niste në orën 5 të mëngjesit kur njëri fëmijë çoshte nga gjumi dhe mamaja bërtiste nga dhoma, shko ke Elda se nuk kam tani dëshirë të merrem. Pasditja ishte me fëmijët, më duhej që të flija në orën 2 të mëngjesit sepse prindrit donin të dilnin, të argëtoheshin me miqtë e tyre. Dhe prapë se prapë në fund të ditës e dija që në vendin ku ato punonin, ishin dhe shqiptarë të tjerë, e dija që aty ju thuhej që Elda nuk punon, Elda nuk bën asnjë gjë, unë jam ajo që i bëj të gjitha, jam shumë e pakënaqur, ndërkohë që realiteti ishte shumë ndryshe. Në gjithë këto vështirësi, a ishte një moment që ti mendove dorëzosh ose të ktheheshe? Nuk e kam menduar që të dorëzohem, për arsyen e vetme sepse thoja, unë po i kaloj gjitha këto gjërat, edhe për çfarë po i kaloj, që të kthehem prapë atje ku vështirësitë do ishin. Mënyra e vetme që kam zgjedhur ta zgjidh si gjë ishte që nga ajo ëndra që kisha që të studioja në fakt në München, të studioja për juridik në Gjermani, ta lija atë si ëndër dhe të shpërngulesha në një qytet më të vogël, ku përsëri do studioja një deg të juridikut master, por në fund të ditës do isha më e qetë nga ana ime mentale dhe nga ana ime shpirtërore. Më pas, hapi jot next ishin studimet master, që ti ke mbaruar me sukses, jetë tashmë e diplomuar dhe më tregun e punës. Çfarë do t'i thoje një personi që emigron pra nga vendet tona dhe vijon studimet në master në Gjermani? Pra, çfarë sfide duhet përballet një individi huaj këtu? Fillon që nga pjesa e pagesës që duhet të vendosësh në bank, që nuk është e vogël, sidomos për familje shqiptare, nuk është fare e vogël. Jam pastaj, nëse sigurisht është kjo shpe konto, kjo kontoja bankare e mbyllur, por prap nuk del për shpenzimet, do duhet që të punosh gjatë kohës, nuk do të hapen dyer që të punosh punë si studente në degën tënde, do duhet punosh punë shumë të vështira, që edhe unë e kam bërë. Do jetë pjesa e gjuhës, sepse sado që ti e ke mësuar gjuhën në një kurs, nuk je mësuar që ta përdorësh gjatë ditës. Edhe gjuha që mëson në kurs të ndihmon goxha, por nuk ka krahasim fare me gjuhën që ti pastaj e përdor gjatë ditës, sidomos nëse do jetë për studimet master, që është një nivel akoma më i lartë. Dhe në rastin tim që ishte një master me përmbajtje juridike dhe politike, në shqip ndonjëherë ato termat juridik nuk i kuptojmë, do t'i lexojmë nga 5 herë. Kjo domethënë. Edhe pastaj gjetja e shtëpisë, që ndihesh vetëm, je larg familjes, mblidhen të gjitha. Sot ti ndodhesh në një pozicion shumë të mirë në një nga kompanitë më të mira në Düsseldorf dhe një nga shqiptarët që është më së integruar si nga ana gjuhësore, si nga ana e plotësimit të ëndrave dhe karrierës. Si ishte për ty ky moment dhe kjo çoi edhe në një rishvendosje përsëri në Düsseldorf? Kur kam marrë lajmin pozitiv që jam pranuar tek puna, çdo kush do mendoj u gëzova. Thash, shqyr, erdhi dita ime, po ja dal dhe unë nuk kam ndier absolutisht as edhe një gjë. Më zhdukur sikur nuk ka ndodhur as edhe një gjë në jetën time, nuk ka ndodhur as një gjë e mirë, thjesht një lajm i zakonshëm. Besoj se kjo erdhi për shkak se më është dashur të aplikoj, e kam në memori, sepse më duhet bëj dhe financa tani, 132 vende pune, që unë të marrë një përgjigje pozitive. Një ftesë pozitive. Po, edhe pas 132 aplikimesh, vetëm 5-6 intervistash pune, kur të vjen ajo përgjigja pozitive, thua, apo ndodh me vërtet, derisa ta kem kontratën në dorë, ta firmos, edhe të ma kthejmë përsëri të firmosur, nuk e besoj fare që ka ndodhur, sepse do marrim sysh. Do prishet, nuk e besoja fare. Unë do kaloj tek një temë tjetër, që ndoshta përbën pak diskus, është martesa me shtetasit e huaj. Pra, ti je e dashuruar dhe e martuar me një shtetas gjerman, si ishte të përzihet dy kulturat, le të themi, të bëje bashkë dy kulturat tona, dhe a je përballur me ndoshta paragjykim ose diskriminim pak nga mentaliteti shqiptar ose nga shoqëria shqiptare në këtë zgjedhje që ti ke pasur?
për mua ka qenë rrugtim shumë i lehtë në fillim, edhe tani, në fakt jo vetëm në fillim. Mund të besoj, po tani jemi rregulluar. Mund të them që kjo ka qenë një ndihmë shumë e madhe e familjes, por edhe e bashkëshortit. Nga të dyja anët, sado që janë kultura shumë të ndryshme, ka qenë mirëkuptimi shumë i madh. Nuk kam dëgjuar në asnjë moment nga familjarët e mi që të thonë që jo, po pse nuk zgjodhe një djalë shqiptar. Kanë thënë i besojmë zgjedhjes tënde. Çdo gjë deri tani e ka arrit vetë, e dim që dhe këtë e ke bërë shumë mirë. Edhe pastaj nga ana bashkëshortit nuk e kam pas të vështirë fare në fakt, sepse sado që është gjerman, ndonjëherë më duket më shqiptar se shqiptarët, sepse po mëson vallet, po mëson gjuhën shqipe, që të kuptohet më mirë me familjarët e mi. Ka treguar respekt ndaj kulturës. Po, e dashuron shoqërparen, kur bën gjysha shoqërpare dhe na jep Gjermani, ai e hap gjithën, nuk ngelet asnjë gjë, kështu që nuk më është dukur shumë e vështirë. Tani normalisht kur kalojnë vitet e kupton që ndonjëherë është influenca e traditave shqiptare nga familja. Ai nga ana tjetër ka ato idetë e veta gjermane, edhe unë rri aty në mes edhe përpiqem që të gjej pikën e mesit. Po këtë e kam gjetur pak, nga që nuk merrem vesh akoma shumë mirë me gjuhën, bëj ndonjëherë një përkthim që siç i verdi secilit. Situata. Po, edhe jam në rregull, pastaj nuk duhet të shqetësohem. Së shpejti ti do marrësh pasaportën gjermane. Pra mbyllet një rrugtim pothuajse 6 vite në Gjermani dhe çfarë do thot për ty ky rrugtim? Dhe çfarë këshille do t'i jepje Eldës në rast se do të takoje 6 vite më përpara? Ky rrugtim jam shumë e lumtur. Jam akoma shumë e lumtur që ja kam arritur vetë. Këtë duhet ta them, sepse shumicën e kohës shumë persona kur marrin vesh që jam me martuar me një shtetas gjerman, thonë, aha, po prandaj që nge kaq mirë ti. Kem të rëzi. Po ti thuj, ndërkohë që çdo gjë, çdo vështirësi unë e kam kaluar para se të takoja partnerin tim. Madje unë jam dëshmitare kur ishte mundësia e zgjedhjes së lejes së qëndrimit, Elda zgjodhi të zgjidhte lejen e qëndrimit si e kualifikuar, pra nga kontrata e punës që e mori me sukses dhe nuk pranoi bashkimin familjar. Pra ndër rastet më të rralla që refuzon benefitet e bashkimit familjar. Nuk e doja sepse e dija se sa kisha vuajtur për të arritur vetë këtë gjë. Kështu që thash. Po gjatë ti rrugtimi, a ka qenë një moment që ti e ndjerë e paraqikuar vetëm si e shqiptare ose nënvlerësuar? Më ka ndodhur një rast në München, në Austrinë dhe Behörde në München, ku kam hyrë brenda për të rinovuar vizën atë kohë. Edhe personi që kishte dokumentat e mia në dorë, tani nuk e bëj dot përkthimin shqip fare, se është një fjalë banale, po kështu, bo prap një shqiptar. Edhe në atë moment, edhe në syrin tim, domethënë direkt, edhe me zër shumë të lartë, nuk është që interesoj shumë, si një studente nuk është që mund të reagoja, sepse ishin dorë letrat e mia. Tani me kaq vite eksperiencë në Gjermani do kisha reaguar patjetër. Por që pjesën e vështirësisë për shkak të përjardhjes e shoh edhe gjatë gjërave, për shembull gjatë aplikimit të punës. E shohin që nuk ke një mbiemër gjerman, nuk të ftojnë në intervistë. Nuk është e thënë hapur, por që ka zgjedhje të tilla. Kam provuar edhe për shembull në kërkimin e shtëpive në Gjermani, thjesht për një test të vogël, bashkëshorti ka çuar të njëjtin aplikim, unë kam çuar të njëjtin aplikim, ati është kthyer përgjigje, kurse mua më është injoruar komplet. Kështu që këto situatat e tilla janë goxha. Kur mendon vetëm pra vajzën që erdhi në Gjermani, pra që ishte pasigurt, ose më saktë po merrte një rrugtim që akoma nuk e dinte se si do vijonte, dhe Eldën sot, çfarë ndryshime shef? Jam shumë e fortë në mendimet e mia, sepse më përpara kam qenë shumë e turpshme që të them mendimet e mia. Fokusi im gjithmonë ka qenë që të bëj atë çfarë u pëlqen njerëzve që unë të bëj, pa menduar çfarë është më e mira për mua. Kjo më ka ndihmuar shumë në Gjermani, edhe gjithashtu thjesht nga një person i pasigurt tani e di që nëse kam kaluar kaq shumë gjëra, realisht mund të kaloj çdo gjë, çdo sfidë. Unë dua të kaloj diçka ndoshta fani, domethënë më thua një kujtim se
ti e përzoni që unë kam pasur që nga dita e parë këtu, që nga universiteti në Gjermani, do na thuash një kujtim që për budalliqet që ne kemi bërë, ose le të themi ato eksperiencat e studentore, që sot ne qeshim, por diku ishin shumë të rëndësishme për neve. Dhe mos u kthi tapetin. Tapetin do thoja. Okej, vazhdo me tapetin. Se tapeti Që është t'ju tregojmë dhe realisht njerëzve ikonike. që nuk është Gjermania vetëm ai luksi, ëndra, por që edhe përditshmëria jonë ose veprimet që ne bëjmë, ndonjëherë tani ne qeshim me ato kujtime, por atëherë ishin shumë të rëndësishme për neve dhe e kishim shumë serioze. Madje ka qenë si sot, jo si sot, po tani në fundi marsi, 6 vite më përpara, e mbaj mend ka qenë hera e parë që ka rënë në Borë Gjermani kur u shpërngulëm këtu të dyja, edhe të dyja shumë të lumtura, kishim shkruar tek eBay Kleinanzeigen, që është një website që merr gjëra të përdorura. Gjetëm një tapet. Edhe shkuam që ta merrnim, menduam që ishte çik më i vogël se ç'ishte, edhe 2 goca që në mes të borës, acarit, ishte edhe kohë Covidi me tapet në dorë, nëpër tren, edhe gjithë njerëzit që na shikonin. Do të thënë, realisht ajo kujtoj atë si situatë, më vjen për të qeshur. Atë tapet nuk e përdorëm kurrë. Po. Se kishte pas kafshë shtëpiake dhe kishte qenë mbuluar me qime. Po. Do të thënë, na mjafte vetëm turpi i ubanit. Po, situata të tilla ka sa të duash. Elda, në fazën që ti je tani, çfarë mesazhi do doje t'i thoje dikujt që do ndjeki ndoshta një rrugtim studimi, au pair ose edhe punësimi në Gjermani, çfarë këshillash do zgjidhje t'i jepje dikujt që do ishte në vendin tënd, pra në hapat e parë të fillimit? Do thoja vetëm që mos t'i lejojnë t'i shkelin me këmbë, sepse e mira është që jetojmë në Gjermani. Në Gjermani ke të drejtat e tua. Nëse dikush të shkel me këmbë, mund të ngresh zërin, dhe nuk e kam fjalën të bërtasësh, po të thuash kjo është e drejta ime dhe duhet ta respektosh. Edhe një këshill tjetër e kam lexuar para disa vitesh këtë, edhe më ka ngelur shumë gjatë në mendje në fakt, kam shkuante aty që nëse je në një situatë të keqe, ti je në mes të ferrit. Duhet thjesht të ecësh pak më përpara. Nëse shkon mbrapa, shkon prap tek ai fillimi dhe do kesh prap vështirësitë. Por nëse shkon merr forcë që të vazhdosh përpara, ndoshta do ketë një periudhë që ende do jesh në mes të vështirësisë, por pastaj do arrish atë pikën që do e kuptosh sepse çdo gjë ndodhi kështu. E kishte një arsye që ti të sforcohesh, të bëhesh një version shumë më i mirë i vetes tënde, për veten tënde, për familjarët e tu, për njerëzit e tu më të dashur, edhe pastaj të kesh atë jetën që ke luftuar shumë fort. Unë të falenderoj shumë. Faleminderit edhe Dhe ti. shpresoj shumë, jam shumë e sigurt që në çdo hap dhe në çdo vendim tënd ti do bësh superkrenar, jo vetëm mua. Edhe unë do doja ta mbyllim me një mesazh për familjen tënde të mrekullueshme, sepse unë e di që ato kanë qenë mbështetja jote më e madhe gjatë rrugtimit tënd, dhe do doje ti thoje diçka në momentin që ato do e shikojnë këtë video. Okej, do shoh aty përpara. Do ju them gjithë me radhë, mami, babi, vllai, kunata, mbesa edhe nanushi. Shumë faleminderit që keni qenë mbështetja ime më e madhe dhe realisht edhe në momentet e mia më të vështira, kur unë kam menduar që nuk ja dal dot, keni qenë aty, edhe në ato raste kur unë nuk e kam hap telefonin sepse kam qenë duke qarë gjatë vështirësive, ju prapë e keni ndjerë vështirësinë që unë kam qenë edhe prapë më keni dhënë kurajo. Kam menduar që çdo person ka një familje të tillë që është krah gjithmonë. E kam kuptuar shumë vonë që nuk është kështu. Edhe faleminderit që e kam kuptuar, në fakt, sepse jam shumë falendëruese që kam një familje kaq të mrekullueshme që realisht që nga dita e parë që kam lindur deri më sot që unë po flas, nuk më ka dhuruar asnjë gjë tjetër përveç se dashurinë e gjithë botës dhe të mirat e gjithë botës. Ju dua shumë. Sidomos Elinën. Besën. Ajo është gjithmonë e preferuara. E kam marrë zemrën edhe në të tjerëve, jo vetëm ty. Unë falenderoj shumë. Falenderoj. Jam shumë e sigurt që do shihemi në shkallë të tjera të suksesit dhe të realizimit të ëndrave dhe në karrierë. Dhe mezi presdasmën tënde tani, një bashkim kulturash në Shqipëri, shikojmë si do shkoj. Falenderoj edhe unë ty, jo vetëm për intervistën, po për tashmë 10 vite miqësi, Zyrtarisht. edhe Ti ajo që i mban me këto ti e di që unë jam harroj te kjo